Shtyhet për mbledhjen e ardhshme të Këshillit Bashkiak Durrës miratimi i pikës 13 të rendit të ditës që lidhej me subvencionimin e bonusit të qeras për familjet që preken nga shpronësimet e projektit TID. Kreu i grupit të këshilltarëve socialist Roland Xhelilaj deklaroi se projekt vendimi në fjalë do të votohet në mbledhjen e radhës pas sqarimeve të mëtejshme për projektin që prek zonën historike të Durrësit. Dhe vjen keq për çdo që preket, por zhvillimi ka dhe problemet e veta. Bashkisë i kërkohet transparencë, koherencë në zbatimin e problemeve që shtrohen nga qytetarët para saj. Për arsye të situatës krijuar te mbledhja, unë propozoj të shtyhet. Nën kryetari i bashkisë Gentian Kallmi dha disa detaje lidhur me propozimin e bërë nga bashkia për bonusin e qeras për këto familje. Me shumë mundësi ka pasur një keq interpretim për pikën 13, pika 13 kërkon propozon një angazhim fondesh buxhetore nga fondet e emergjencës të bashkisë për projektin TID, për familjet e interesuara, do të thotë që vullnetin e ka familja e prekur që të aplikojë për programin e këtij strehimi dhe nuk miraton emra, angazhon një fond buxhetor dhe mënyrën e kërkimit të këtij fondi buxhetor në rast se është interesuar për subvencionim qeraje. Në përfundim të mbledhjes, përfaqësuesi Antela Koja, si dhe disa banore që shpronësohen, deklaruan se kjo është një fitore e vogël, por protestat nuk do të ndalen dhe nuk do të dalin nga shtëpitë e tyre. Në nderin e këtij Këshilli Bashkiak, sot u shty vendimi për bonusin e qeras për projektin TID. Është i rëndësishëm për ne për të mos u katandisur si ato internimet e dikushme të Kosenverit. Faleminderit grupi. Faleminderit. Nuk jemi dakord për asnjë gjë. Ne nga shtëpia tona nuk lëvizim. Jo vadrom, po të sjelli tank ajo. S'ka njeri të më nxjerrë me shpime dokumenta se i doj qefi kësaj. Ta prishë shpinë time e ta bëj pallat për vete, për bandat e veta. Ta haroj, jo u shty, po të shty gjithmonë. Se ne do jemi non-stop këtu. Do vazhdojmë si për herë do vazhdojmë. Protest, tamam. Siç më bëj. Mbledhja e Këshillit Bashkiak Durrës u karakterizua me debate të forta mes këshilltarëve të opozitës dhe majorancës, për shkak se këta të fundit fillimisht nuk ishin dakord që përfaqësuesja e banorëve Antela Koja të futej që në fillim të mbledhjes. Tani burgia ato lutem do vazhdojmë me mbledhjen. Ndërsa këshilltarët e opozitës braktisën mbledhjen, jashtë godinës së bashkisë situata ishte shumë e acaruar, pasi përfaqësuesit e 74 familjeve penguan hyrje në bashki të shumë prej këshilltarëve të PS-s, si dhe kreu të IMT-s Ilir Ngresi. Për disa minuta, ato bllokuan dhe bulevardin e Pidam. Në momentet kur banorët kërkuan të futeshin në bashki, pati konfrontime mes qytetarëve dhe policisë dhe disa prej protestuesve u shoqëruan në polici. Sipas burimeve policore për Durrës Lajm, janë shoqëruar 4 persona.